Në Korçë janë dyfishuar kërkesat në gjykat për zgjidhjen e martesave, ndërsa si shkaqe kryesore që çojnë çiftet drejt divorceve janë problemet ekonomike dhe dhuna. Mungesa e mirëbesimit është faktori bazë, por nga buron mungesa e mirëbesimit nga të gjithë faktorët shoqëror. Nëse se burri sot sjell X lek, prej atyre lekëve bën dominancën edhe në mënyrën e përdorimit të verbit. Kjo e sjell në pamundësi marrëdhënien çift. Dhe mungesa e durimit i çon çiftet në divorc faktik. Por ata që jetojnë jashtë shtetit në emigracion, tani po kërkojnë më së shumti divorcet. Statistika tregojnë se në 90% të rasteve kur kërkesa për divorc bëhet nga gratë, shkak kryesor është ushtrimi i dhunës nga bashkëshorti. Megjithatë, janë burrat ata që i drejtohen më shpesh gjykatës për zgjidhje martese. Procesi i divorcit është një dhunë për të dy bashkëshortët. Ndoshta ai që inicion divorcin duket sikur nuk ka dhunë, po dhuna psiqike te ai person është e madhe. Ai është brenda frustracioneve të pashpjegueshme, të cilat kur vjen dhe ja kërkon divorcin avokatit, nuk arrin të kualifikojë situatën e tij për divorc. Divorcet nuk prekin vetëm çiftet e reja. Një rritje të konsiderueshme kanë posuar edhe divorcet nga çiftet që kanë ndarë dekada së bashku. Gjendja e durimit brenda familjes ka mbaruar dhe po vinë çifte në moshë. Domethënë është abuzive ta mendojmë që në këtë 20 vjeçar të pretendojmë që në divorc të vijë bashkëshorti që nuk duron bashkëshorte pasi i kanë fëmijë të rritur. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2024 në gjykatën e Korçës janë regjistruar plot 750 kërkesa për divorc, 348 raste më shumë krahasuar me vitin 2023, ku numëroheshin 402 kërkesa.